Miq të emisionit Ftesë në studio, mirë se po ritakohemi së bashku, të kalojmë dhe një javë pune me emisionet tona, në cilat ju takoni njerëz të ndryshëm, me profesione të ndryshme, po gjithsesi që ja vlen t'i njihni për kontributin e madh që kanë dhënë në sferat të caktuara. Konkretisht asaj të kulturës, me që ne njihemi më shumë për promovimin e kulturës në përgjithësi. Sot në studio, në pjesën e parë, kemi aktoren Elhame Bilali, ose kujtesën e gjallë të teatrit, pasi ajo koleksionon, ka pra në arkivin e vetë fotografit të shumta në cilat ne mund t'i njohim dhe emra që ndoshta si kemi dëgjuar se janë aktore të para të teatrit të Shkupit ose aktorë në përgjithësi të cilët i kanë takuar me raste të caktuara kur trupa e teatrit të Tiranës kanë ardhur në Shkup ose diçka ngjashme. Fillimisht, zonjës së nderuar, ose asaj që ne quajmë të gjithë me shumë dashuri Teta Eli, që e takojmë në çdo shfaqje që bëhet këndej pari, në Tetov, në Gostivar, në Shkup, do t'i dëshirojmë mirëseardhje, do flasim për të sigurisht me shumë dashuri, siç secili flet. Diçka e rëndësishme që vlen ta theksojmë është që Teta Eli sa po dëgjon që ka filluar një projekt i ri në teatrin e Shkupit, shtron një drek, një fli për gjithë aktorët dhe është një gjest shumë i madh që mua më duhet ta veçoj, pasi e përjeton si festë, e përjeton si gëzim, edhe ka qejf që të ndaj diçka bashkë me aktorët të cilët punojnë projektin. Teta Eli, mirë se erdhe. Mirë se vjen. Karriera e Tetës Eli në fakt ka shumë role me qindra, apo jo? Ka shumë çmime, ka shumë dashuri për skenën, për teatrin në përgjithësi. Por do ndalemi te faza e pensionimit, pasi Teta Eli gjithmonë thotë që koha kalon shumë shpejt, dhe tani po bënim llogarit që shfaqja e fundit e Tetës Eli, ajo e pensionimit ka qenë para 15 vitesh. Do flasim për periudhën pastaj. Çfarë do të thotë për një aktor të pensionohesh? A do të thotë kjo që nuk duhet të luaj më në filma, në teatr? Jo. Duhet të luaj patjetër. Duhet të angazhohet. Unë drejt me thënë, pensionimi për një aktor, mos them është vdekje, po vërtet është shumë e vështirë, se mësohesh krejt kohën të jesh aktiv, të kesh role, të kesh shfaqje, të kesh vizita në për qytete, në për fshatra, në për ku s'kemi shku. Dhe për një herë disi mbaron ajo dhe thush, au, çka ndodhi. Edhe është shumë, shumë vështirë. Po, do në zotë inshallah këty në tjerëve ju shkon fati pak ma mirë, jo si jimi. Po, megjithatë ju jeni angazhuar. Ndoshta jo sa do kishit dashur ju dhe sa meriton një artist që të angazhohet, po ju keni qenë aktorët që jeni angazhuar. Shqyr që unë jam angazhuar me një film Maqedon që ishte DJ Ahmeti, në regji të këtina Georgi Unkovskit, edhe në shumë përralla në SEV Produksion të Kumanovës, ku i falemderit shumë, çdo herë kanë qenë të kujdesshëm, çdo herë më kanë ftuar dhe thoshin, kërkojshin falje, Teta Eli na fal. Unë thosha, ju fali, mjaft që më nxorët të shtëpisë dhe gjindesha në rrethin e aktorëve dhe punë. Për atë them, aktori don të jetë më i angazhuar çdo herë, kështu që dash zoti tjerë t'ju shkojnë më mirë, pra po them. Të kenë më tepër kujdes për aktorët në pension. Aktorët në pension ne kemi pasur në fokus një javë më herët me ndarjen nga jeta të Margarita Xhepës, aktores. I patëm në fokus aktorët të pensionuara. Ju e keni njohur nga afër, e keni takuar? E kam njohur edhe e kam dashur shumë, se ka qenë shumë njeri pozitiv. Jashtëzakonisht shumë. Ne që nga viti, them 1969-70, aty jemi njoftur me trupin e aktorëve. Në realitet jo tërë trupin, po jemi njoftur me një delegacion që ka ardhur në vizitë. A është ajo video që e kemi apo jo? Jo, kjo është ne që kemi qenë në 72 në Shqipëri. Ato kanë ardhur te ne si delegacion me aktorët, ku ka qenë edhe Violeta Manushi, Margarita Xhepa, Esma, edhe drejtori i tyre, ai parin s'm kujtohet, po më kujtohet ky Bardhyl Kosova, edhe kështu. Edhe pastaj edhe ne shkum si delegacion atje, banëm një ndrim, mandej morëm regjizor të ne, edhe ajo videoja është që ne kemi marrë pjesë për herë të parë në Shqipëri
me ato 2 shfaqje që i kemi pas, cilën e pat bërë kujtim Spahi Vogli. Regjia, ne kemi atë videon, mund ta ilustrojmë pakës bisedën, me një anë të shfaqim videon që e kemi. Po, banë shpirt. Edhe aty duket pamjet janë bardhëzi normal, pasi po bëhet fjalë për vitet hershme shumë. Kujtim Spahi Vogli e pat bërë regji karnevalet e Korçës, dhe ne shku me karnevalet e Korçës në Shqipëri, edhe ka qenë edhe e ikura, po jo? Edhe ikura, po, e Vasili Lovskit, në regjitë të Todor Kakondovskis. Këtu shfaqet publiku? Po, shfaqet publiku dhe duke hyrë këto aktorët në skenë, në përmes publikut hynë aktorët në skenë dhe ishte shumë interesant. Këtu je edhe ti të Tajli? Po, edhe unë jam. Nëse mund të dalojmë, sepse përshojmë... Po, pak vështirë. Kjo është karnevalet e Korçës, apo? Me regjit të kujtim Spahi Voglit, ja këtu është të Tajli, kjo në të djathtë. Po. Kjo në të djathtë është të Tajli. Kurse aktorët tjerë këtu? Tu është Leze Tomi, është Vera Joza, është Antoneta Kovačević, është... Kurse këto janë aktorët e para të teatrit të Shkupit. Që une i kam gjetë kër kam ardhë. Po. Do me thanë ka qenë Meserit të Qavolli, Antoneta Kovačević, Diana Vokshi, do me thanë mama e Flora Kadriut. Diana edhe ka qenë Vera Joza, Leze Tomi, kështu, ato kanë qenë 5 veta, unë kam qenë 6. Do me thënë, tani kjo në të majtë është të Tajli, të cilën e kemi në studio. Kjo është emocionuese të shojë si material. Shumë emocionuese. Më vonë do kemi mundësi ta shojmë edhe, ta dëgjojmë edhe më zë, këtu është publiku, ardashës. Këtu po ashtu kishte disa... Shkrimtari Maqedonas Vasili Loksu dhe në skenë nga regjizorja Todor Kakondova Zafirovska dhe komedia Karnavalet e Korçës dhe në skenë nga regjizori ynë Kujtim Spahi Vogli u pritën me interesim nga publiku ynë artëdashës. Shumë bukur me kanë pritë. Spektatori patë rastin të shohë vetë se ku dhe në që nivel e kanë realizuar. Dhe unë jam mendimit që kanë realizuar në nivel shumë të kënaqshëm, ideo estetik dhe profesional. Ky frymëzim dhe kjo punë këmbgulse dha rezultatet e veta dhe shfaqja, dhe unë shfaqjen për veten time e quaj një merit kryesisht të aktorëve. Mbi përshtypjet e qëndrimit në vendin ton, foli drejtori i Teatrit Komsive të Shkupit, Gjevdet Mustafa. Republikën Popullore të Shqipërisë është për herë të parë. Edhe mund të them se hera e parë është që trupa e shqiptarëve pranë Teatrit të Komsive të Shkupit del jashtë kufineve të Jugosllavisë. Kjo na gëzon tepër që bashkë ftesën e patëm nga Teatri Popullor i Tiranës, ku na dha mundësia që të paraqitim edhe në disa qytete tjerë. Kudo që vajtëm, në çdo qytet që e vizituam, ishme të pritur në një mënyrë vllazënore, të sinqertë, pritje ngrohtë, gjatë që ne na kalon përshtypje të madhe, edhe me siguri do të kishim dështën që ardhja jonë tani mos qetë e para e fundit, por si fillim që do të vazhdojnë edhe vitet e ardhshme. Mbas i dha një sër shfaqjesh në disa qytete të vendit ton, trupa e Teatrit Komsive të Shkupit u largua nga vendi ynë me përshtypjet shumë të mira të spektatorit shqiptar. Ky është një material shumë emocionues si për të Tanili, ashtu edhe për ne, të cilët kemi fatin ta përcjellim. Në fakt nuk e di nga është siguruar ky material, po e kemi gjetur në arkivin e filmit, apo? Nga arkivi i Shqipërisë. Nga arkivi është siguruar. Aty pam në publik, me që s'kishim mundësi edhe të dëgjojmë, ishte Margarita Gjepa, diku në publik. Është Margarita, është Tinka më poshtë. Qemalajdini. Qemalajdini ishte në skenë. Ose babai Teuta Ajdinit. Teuta Ajdinit, po. Ka të gjithë shumë, të gjithë aktorët, me Ekrem Mark Marku, Sulejman Lokaj, Marrem Shaiqi, aty është edhe Bajrushi, ma vonë që ka ardhë. Këto janë aktorët më të vjetër, edhe
Kështu, aktorët femrat të gjitha. Është një gjë shumë e vlefshme nga se i falemnderohem shumë ju falemnderohem që na sigurun këtë videomaterial. Ashtu ka një të keqe të Tajli Teatri që luhet për së gjalli, nuk është film që të ruhet ndryshe? Jo, po ka disa gjëra janë të gjirume në televizionin shtetëror, po qashtë sa kanë mujtë, se është shumë vështirë, vërtet. Sidomos tash që edhe fotot vështirë i ruajnë. Po. A ne bile i kem do foto. Në fakt, ti ke shumë foto të Tajli. Shumë, po unë... Dhe sa herë që më është dashur, në fakt, kur i kemi dëgjuar për herë të parë emrat e aktorëve të para të Teatrit Shkupit, ti kishe shumë fotografin për shumë role që ata kishin lozur bashkë me ty, dhe njihje nga afër gjitha. Për para se ti të tregojmë fotografit, më thuaj detaje, ke takuar aktoret, si ka qenë, jeni socializuar bashkë, keni ndejtur shumë, keni folur? Shumë bukur. Ato kanë qenë ma të vjetra se unë kur kam ardhë në teatr, akoma pa i mbushur në 19 vjetë, dhe jashtëzakonisht mirë më kam pranu, dhe me njerë kam filluar. Dhe prej ati momenti, asë njëherë nuk jam ndalë, të thuar se iku do një qfaqe, aty këtu ndoshta, se për ndryshën në gjdo projekt kam qenë angazhuar. Kemi pas paradite, ndoshta kemi lujt qfaqe për fëmi, për orës 10, mbas dite kemi ba prova, në mbrëmje kemi shku, kemi lujt qfaqe. Në atë ko ka qenë teatri kompsive, në fakt, nuk ka qenë teatri kompsive, shqiptar. po jam pregaditur diku nga 6 projekte, 5 për të rritur dhe 1 për fëmi ka qenë. Repertori ka qenë aktiv gjithë kohës, me sa e kam dëgjuar për jush. Tash unë me tregu një gjë që kisha me shku në Mitrovic me një ditlindje të vajzës të motrës, edhe i luta me më lëshu, tha jo, s'ka mundësi me të lëshu, se biletat janë shit për qfaqe. A që keq më karë, nuk di me të regu, dhe qarë bëj une, shkoj të mjeku, bom se gjoja me smur, dhe në trup të shëndosh ko marrë injekcion. Kështu që atëhere shkova të ja u dhash vërtetimin nga mjeku, thash, mjeku më ka dhënë pushim se nuk mundem me ardhë. Edhe kështu kam bë. Që për ndryshe s'ka mujtë fërim me marrë. Çdo natë ka pas shfaqje. Çdo natë. Diku 5 shfaqje kanë qenë rregullisht në repertor. Publiku ka qenë shumë entuziast për teatr, me që e pam një sallë përplot me njerëz, një ngjarje e madhe. Po, nëse nuk kemi pas në mbrëmje shfaqje, atëherë ke pas në mëngjes për fëmijë. Nga se ka qenë trupa turke me ne, mirë po janë kanë të ndamit ditë do me thanë, po prapë po them. S'ke pas në mbrëmje, ke pas paradite, ke pas prova. Të Tajli, në dorë mban një afishe që e ka punuar disenjatori nga Dhënjim Mehmeti, Arseniku dhe Dantelat e vjetra. Ajo ka qenë shfaqja jote e pensionimit. Shfaqja ime e pensionimit dhe shfaqja ime e fundit. E fundit që ke lozur në teatrin shqiptar të Shkupit. Që këtu i përmban fotografit e shfaqjeve të mia. Regjia, nëse mund të fokusojmë edhe pak më afër. Sa mundet. Po mundet, pa tjetër. Këtu janë disa fotografi nga koha e rinis, shfaqet që i ke lozur më herët. Po. Edhe... Pra kjo ka qenë... Kjo ka qenë programi i shfaqjes Arseniku dhe Dantelat e vjetra, të cilën e pregaditëm për pensionin tim, që i falemnderohem shumë, Adem Karagës dhe Anita Latifit, të cilët ishin iniciator për ta pregaditur këtë shfaqje, po nuk mund të ala anash edhe Kushtrim Bekteshin, i cili e bëri një regji fenomenale dhe në mbeti një kujtim shumë i mirë në atë kohë. I falemnderohem edhe të trupës që mori pjesë aty. Një kujtimi bukur, apo jo? Shumë kujtimi bukur. Do ishte mirë për se cilin aktor të zbatoj kjo, sepse është një lloj mirënjohje. Ishte mirë, Gjemi edhe une atë mbrëmje bëra apel para tërë sallës edhe tërë aty, kur e qfaqen tonë, thash që të bëhet një praktik të mbahet për se cilin aktor që do të shkon në pension, të ketë diçka. Të jetë diçka. Kjo u bë pikërisht në 65 vjetorin e teatrit. A si vjetë ne festojmë 75 vjetorin e teatrit.
75 vjetorin asaj shtëpie të madhe dhe tha ne teta Eli, sepse jeni ju, jemi ne. Ne, po. Do bëjmë një shkëputje të vockël publicitare dhe do kthehemi pas pak, pasi teta Eli ka dhe disa fotografi, të cilat do t'i shfaqim për publikun. Disa aktor ju i njihni tash, por në moshë krejtësisht të re. Shkëputemi për pak dhe kthehemi në studio sërish. Diçka me rëndësi, të cilën më duhet ta përmendim, pasi ka të bëjë me mysafiren e ditë që e kemi sot në këtë emision, prodekania për arsim, Yıldız Asani, më datë 23 prill, me fillim nga ora 14, do të botoj 2 libra, do të promovoj, ose përuroj, sepse i ka botuar, në salën Abdul Selam Emini. Kështu që të gjithë ata që dëshirojnë që të përcjellin përurimin e 2 librave të saj, të cilët sigurisht i ka realizuar me shumë mund dhe për kushtim, si që di vetë ajo, ja vlen që të shkoni dhe të ndihni. Se për çfarë ajo ka punuar, më konkretisht do të ndjekim pasi të kemi përfunduar bisedën me tetën Eli. Me tetën Eli e lam të fotografit, ajo që është një arkiv i gjallë, si që sekam dhe më herët, i shumë aktorëve që mbase si kemi ndëgjuar ndonjëherë dhe i shumë fotografive. Neve vazhdimisht një vajzë e vockël këtu na e bën me dorë dhe teta Eli për ndryshe është gjyshe e 10 nipave dhe mbesave. Një gjyshe e pasur shumë. Përveç roleve të shumta në teatr. Po, nëse më lejohet t'i përshëndes, Patjetër. kisha dashur t'i përshëndes të gjithë, Anikën, Sarën, Amajen, Elinën, Muhametin, edhe më të voglen Inesin, Ines Merjemin. Kisha dashur t'i Inesin e takuam, po. Edhe Ajanin, Asien, Lianën, edhe Inajen. I përshëndes të gjithë. Faleminderit Zotit që i kam, se për ndryshe dita nuk do të më kalon të kurse se si ndryshe pa ta. Pra Është një pasuri e gjyshe madhe. vërtet shumë e pasur në të gjitha I aspektet. dëshiroj çdo kujt t'i ketë. Teta Eli, tani do t'i tregojmë dhe fotografitë që i kemi aty, që mendoj se janë një pasuri vërtet, dhe këto fotografitë, të cilat mbase në një të ardhmen ti do t'i ekspozosh për gjithë ata që dëshirojnë të shohin se si ka qenë teatri dikur, si kanë qenë disa aktorë dikur. Po punojmë në këtë drejtim që të kemi ndoshta një ekspozitë ose një monografi. Po, donë Zoti do t'a bëjmë ndoshta. Patjetër. Unë nuk kam marrë shumë fotografi gjemi, po i kam marrë vetëm një 3 këtu. Këtu është Elektra. Shfaqja Elektra. Po, është shfaqja Elektra me aktorët tona të vjetra, të cilat pak kush i mban mend, edhe unë do t'i tregoj tash. Kjo është Antoneta Kovačević. Antoneta Kovačević. Po, kjo jam une, edhe këtu është Meserete Qavolli, dhe me thënë nana e Liliana Qavolli. Këngëtare së njohur. Po, dërsa këtu lartë është Diana Vokshi, dhe me thënë nana e Flora Kadriut. Nana e Flora Kadriut, po. Është mirë nëse kanë dikë t'i përmendim, që ta kemi Tu më të qartë. është Vera Joze. Vera Joza ka familjar, këndaj nuk e dim nëse ka. Vallaj ka, po i ka në Kosovë, në duke Vera se atje ka Joza. qenë e martuar në Mitrovic. A këtu mund të ketë diken primotrës, ndoshta, shumë pak. Këto janë aktoret e para pra të teatri unë që i kam gjetë në teatr zemër. Teta Eli ose aktori Elhame Bilali, kur është punësuar në teatrin shqiptar të Shkupit. 68. 68, po flasim për vitin 1968. Në muajin e 2, do me thënë, të 68-ës. Në ndra një natë e vere. Po, dërsa këtu Ndra një natë e vere. është Bajrush Mjaku. Po. Pak kush mund ta diktoj edhe ta një. Kur ka qenë i ri, e? Po. Edhe këtu është Leze Tomi. Leze Tomi. Këtu jam unë në mes. Këtu në sketë është Antoneta Kovačević. Edhe kjo është Vera Joze. Dërsa kjo është këtu nalt me Di Bajraktari. Dhe këtu është bashorti im Salajtin Bilali. Njeriu i zemrës, apo? Po, njeriu i zemrës. Besoj që të gjithë e njohin aktorin Salajtin Bilal, për ndryshe bashkëshorti, bashkëudhëtari në profesion dhe në jetë i aktores Elhame Bilali, me cilën flasim për kujtesën teatrore. Tani fotografi tjera, që do të regojmë? Vetëm edhe këtë. Kjo është Leze Tomi dhe këtu jam unë. Në shfaqjen për fëmijë Hajdi. Hajdi. Po. Dërsa këtu është fotografia e vogël shumë. Tosha mund ta fokuson, po. Këtu është Meserete Qavolli dhe unë në shfaqjen Gaspri. Po është për fëmijë. Kam një mori foto, po
Herën tjetër, do t'i lëmë tjetër surprizë për publikun. Po. Këto fotografi në fakt janë ndarë ekskluzivisht vetëm për ne, pra për televizionin Alsat, edhe gjithmonë kur kemi pas nevojë për pas fotografi që janë përmendur këtu, të gjitha fotografit na i ka siguruar me shumë dashuri aktoria Elhame Bilali. Prandaj edhe quaj kujtesë teatrore, sepse mban mend periudhën shumë të hershme të teatrit shqiptar. Për aq 68-ës, do me thëmë primujt të dytë, e këndej, ka shumë fotografi, kam kalu shumë regjizor, shumë qfaqe, shumë personazh, shumë shetitje kemi bën atë kohë, s'kemi lanë as qytet, as fshat pa vizitu. Kur më kujtot me rrethin të Tetovës, me rrethin të Strugës, më në Kosovë, po ashtu, këtu rreth e përqarë, me Kumanov, me gjithë vendet. Po, qarë vësh? Ne detajle përmendëm kryesisht aktorët e para të teatrit shqiptar, sepse fokusin e kishim aty. Po, sigurisht ka pas dhe aktor meshkuj të cilët i ke njohur. Po, Që pak përmendën media, po. Po, i përmenda pak më parë, do me thënë ka qenë Muharrem Shahiqi, Mark Marku, Zia Berisha, Qemal Ajdini, Ekrem Ahmeti dhe të tjertë mandej ka ardhë Ismail Rama, Bajrushi, Selman Jusufi, zbashku jemi pas mundësu me Fetah Mehmetin, e kështu. Ka një numër, po dhe Suleman Lokaj në harrova ta përmend. Frashëri, si qëtë, Naim Frashëri? Jo, Naim Frashi ishte nga Tirana, zemër. Nga Tirana. Po, nga Tirana ishte Naimi, po ishte në vizit këtu, te ne. E di që i ke përmendur shumë emra, që për herë pari kam dëgjuar dhe... Po. Po, se mu më patë bë shumë për shtypje kur erdhe, tha Naim Frashi. Thash, si Naim Frashi, dhe Shkrimtari. Më ndej tha, jo kështu, tha, aktor jam, tha, dhe unë tu di se Naim Frashi ka vdek ka herë, na hutoj pak. Po, kështu, zemër. Detajli për fund, do kisha dashur një sugjerim çfarë do, ose një këshill për gjithë ata që përcjellin dhe që kanë mundësi të ndryshojnë në mënyrën se si pensionojmë ne aktorët ose artistët. Çfarë do kishe dashur të ishte më ndryshën përgjithësi? Po, kisha dashur të ishte për çdo aktor të ketë hapësirë që të mund të jepet hapësira aktorit që të bën diçka. Qoftë ndonjë çfaqje, qoftë diçka të bëhet për një aktor i cili e ka lënë jetën në drasat të skenës. Edhe nëse del në pension, mos të harrohet. Po. Se aktori ushqim shpirtëror e ka aktrimin. Më duket pa buk mund të jetë, po pa aktrim e ka vështirë. Po. Kështu që i kisha lutë, si mbas mundësisë, që kushtohet pak më shumë vëmendje, kujdes, se jo kot e thamë, Margareta Gjepa i ka lujt, por qarë tha qëndrimi? I ka me pik tha një rol në një film, tha të kishte lujt, të fundit do me thamë. Edhe unë them, mos t'i harrojmë. Mos t'i harrojmë, të mundohem t'i kujtojmë, t'ju japëm hapësirë sa të mundet. Diçka shumë s'po lypëm. Po, pak. Do një angazhim në 2-3 vjetë një herë, apo në 2 vjetë një herë, ose kështu. Se për ndryshe unë thash edhe parzit, sa i përket angazhimit për prallat, gjirime këto, nuk na lanë mrapa, Zoti shqyr. Edhe unë prapë ju falenderohem, them. Për ndryshe Detajli akoma është vitale dhe gatuan ende me oklagi, kështu që jemi vitale. Faleminderit shumë Detajli për kohën që ndave për ne. Faleminderit edhe juve.